Thash doktor çka me bo? Tha mi u lut Zotit. Ka thonë jo, veç që ka vdek krejt. Që ish hala ma e ranë. Prindin nuk e zaventson kur kërkush. Nana ka qenë mirë me shëndet deri në momentin që vendosi me shku me bu një kontroll për kamën te kardiovaskulari. Thjesht i dul diçka në kamë që u dash me bu një kontroll shumë thjesht. Aje obligoj me shku te ginekologu. Dhe që asaj periudhe prej kardiovaskularës te ginekologu e pash që ka një shqetësim. Po të njëjtën kohë nuk u ndalke, su dërzojke. Kur erdhëm gati te hymja e ginekologjisë u olën në shkallë, edhe më ka dok shumë gjendje rëndë. Se ish spital, e nana jam shkoj në kam të veta, tash mu ull me pushu mu dok shumë e rëndë, thash nan. Tha veç pak po pushoj, tha dhe po qohë. Edhe kom vrejt një, do me thonë barku, frymarja në barki i shkoj shumë shpejt. Ma lypi një gotuj. Edhe shku me hap historinë poshtë se vendosi veç me najtë në spital. Po më pyti infermierja çfarë vitit lindjes ka, nuk e disha sak se ish moment shumë i ranë. Edhe u ktheva me pyet, kur e, do me thonë ish gjendja e nanës, nuk ish ma në gjendje të rregullt. Kish fillu do lëvizje të jashtëzakonshme mi bo që s'ja kom po asnjëherë, po fati jam shumë i mirë, unë e qëllova veç me ta, po jam një ndër fëmijët ma të fortë në familje. Ti shilu vllau ose motra nuk e kishim përjetu qashtu. Edhe ma kanë ka prej dore doktorët dhe kanë shti në sallën e intenzivës. Unë nuk ndëgjojsha kur gjë tjetër përveç lëshoja zamrën, kapja mushknin, i shkoj mushknia, do me thonë, mrena 5 minutave i ka përjetu 5-6 infrakta. Vllau ka qenë moshën 22 vjeqare, e kur ka hi mrena, do me thonë, tha, e pashe, kapa, e putha, e përqafa, i kryva krejt procedurat e fundit, po sinqerisht që të edukatën për me kanë të vetë kontrollueshëm, na e ka la nana. Edhe nuk është që kemi pas edhe humbje tjera në familje, po kur e kemi pas sa e fort ka qenë ajo, jemi forcu edhe na.